Unë vi nga Struga, një nga shumë qytetet të cilët kanë lumenj, marrëdhënien ndëretnike mund t'i krahasoja me i bashkëjetesën që ne kemi me lumenjin tonë. Ne jetojmë në krah të këtyre lumenjve, ne jetojmë fatkeqësisht shpesh herë në krah të etnive të njëri tjetrit, por asnjëherë me njëri tjetrin. Do kisha dashur që këto marrëdhënie të jenë shumë më progresive, shumë më natyrshme, ashtu siç pranojmë diverzitetin në natyrë, të pranojmë diverzitetin me njëri tjetrin, me etnive të ndryshme, sepse diferencat midis grupeve etnike janë thesar dhe nuk janë fatkeqësi në çdo shoqëri. Mbi vlerat europiane janë kryesisht vlerat humane. Vlerat humane në esencë të tyre kanë që njeriu është pjesë e natyrës, njeriu nuk është qendra e rruzullit toksor. E njëjta vlen edhe për etnitetet që jetojnë në Maqedoni. Asnjë nga ne nuk është qendra e universit dhe të gjithë ne duhet të funksionojmë së bashku për të krijuar një harmoni që shumë i duhet këtij rajoni. Motivi im për të qenë pjesë e bëj dallimin, respekto dallimin, është shumë i thjeshtë. Unë dua që fëmijët e mi të jetojnë në një realitet shumë më të ëmbël se sa ai në cilën unë kam jetuar. Dhe besoj me këto kështu lloj projekte vetdia do të jetë shumë më e lartë dhe shumë më e ndritshme.